Zoti kryetar, zëre ministre, duke ju falenderuar fillimisht për një sër investimesh në qarkun e Fierit, ku dhe unë jam deputet e kryesisht të qytetit Lushnjës, ku nuk duhet i përmend të gjitha, por do vija fokusin në spitalin bashkiak të Lushnjës. Qarku i Fierit ka 3 spitale të mëdhaja, ku është spitali Renal i Fierit, spitali Memorial dhe spitali bashkiak i Lushnjës, por që nga ngarkesa mban pothuajse të njëjtën ngarkesë si çdo spital rajonal, pavarësisht se ka statusin bashkiak. Kërkesa ime parë do doja të ishte një rishikim i statusit të këtij spitali, sepse dikur ka pas qenë dhe në një status të veçantë ku konsideroheshin 12+1 spitalet rajonale. Në vazhdim të kësaj ideje, në spitalin e Lushnjës për pak fillon edhe investimi i rikonstruksionit të godinës kryesore të spitalit, ku në buxhetin e këtij viti është parashikuar edhe një fond i veçantë për pajisje të reja mjekësore. Do doja, nëse ishte mundur, brenda kësaj periudhe, nëse do jemi brenda fateve të parashikuar edhe në kontratë për përfundimin e rikonstruksionit, të shihet mundësia e futjes në rikonstruksion edhe të godinës tjetër të ginekologjisë edhe pediatrisë, sepse dhe ato janë goxhat amortizuara. Duke dashur të ndalem pak në financimet për vitin 2026 në rang kombëtar tashmë dhe kryesisht për spitalin në Tereza. Shoh që kemi rreth 1394 pacientë që trajtohen në dializë dhe kanë një fond goxhat konsiderueshëm që është diku te 2.650 milion lek, dhe kemi vetëm 22 pacientë që trajtohen me paketën e transplantit renal në vit. Duke u kthyer pak përpara në kohë, duhet ju sjell në vëmendje se në Shqipëri janë kryer në spitalet publike në vitin 2005 deri në vitin 2009 u krijua një paketë e transplantit nga qeveria e hershme, ku u realizuan me sukses disa transplante renale, u krye një investim goxha i mirë, me thënë drejtën, qoftë në sallën e hershme dhe në dhomat e pritjes së transplantit, por po qeveria e hershme e ndërpreu pas një arsye këtë paketë dhe që nga ajo kohë transplanti sot kryhet vetëm në spitalet private. Unë mendoj që kapacitetet tona njerëzore, mjekësore dhe infrastrukturore janë të gjitha të mundshme që të realizohen brenda godinës aktuale të Nën Terezës, ndoshta edhe në ndonjë spital tjetër memoriale ku mund të jetë e nevojshme, por që mendoj që do jepte një lehtësim shumë të madh sistemit shëndetësor, duke ulur numrin e dializantëve, duke rritur cilësinë e jetës të pacientëve dializantë, edhe duke rikthyer një shërbim në një qendër që i takon të jetë. Dhe një shqetësim të fundit që kam, këtë është jashtë pjesës buxhetit, më vjen një shqetësim nga kardiokirurgjia e spitalit Nën Tereza, që aktualisht është në përfundim numri i oksigjenatorëve për të kryer operacionet e kardiokirurgjisë. Dhe prej rreth një muaji operacionet e kardiokirurgjisë tek fëmijët nuk po kryen sepse janë në limitet e fundit dhe po ruhen vetëm për urgjencat. Më thonë që është tenderuar si proces, por ka ngecur diku hallka dhe kërkoj nga ju që të zhbllokohet, sepse është një sektor mjaft i rëndësishëm i sistemit shëndetësor. Ju falenderit.